Kish pas dikon ja 5-6 fëmije, tha pasha Zotë, tha kum qitë, tha gur, tha jam t'ju zi, tha po mënojnë fëmija që jam t'ju bo shqem, tha deti mërgjumi. Isha njëherë i uritur shumë, pe ka dzej si rast, edhe e posh në vendin të shil një kazan t'ju zi, edhe mendova që i po shkej po ho dëbuk, po i kërkej dëbuk, i shko një grue t'u i zi t'u ja bo me, thash më falë, thash ako mundësi bre një pijat më madhon, të ho dë supa që i ka ban. Kish pas dikon ja 5-6 fëmije, tha pasha Zotë, tha kum qitë, tha gur, tha jam t'ju zi, tha po mënojnë fëmija që jam t'ju bo shqem, tha deti mërgjumi. Ka pas raste ndryshme trona, ka ndodhi më shku me hi me pushu të një shpi me herë, kur jem hije, s'kam pas as mil, as kur gjoheq, jem detyru me shkue me kilometra larg, mi u marrë mi u pru mil aty në familjeve. Jo veçon, por plot bashkëftetarët mi, kena dha kontributin ashtu sa kena mujt, sa kena ditë, kena pas, kena ndi vetën gjithë të obliguar që popullit mi dalë sa ma afër, sidomos familjeve tona, jo veç mia, po familjeve të përgjithësi shqiptare që kanë pas nevojë. Shpresoj që gjeneratat e reja mësojnë ma shumë për luftën, edukohen ma shumë, e din që kena hik, na kemi qenë një gjenerat që, kjo gjenerat që ka ardhë njeri, na se këna prit lirin, gjenerata jonë e ma hershme, s'ka mujt me shliru venin, edhe na e kena përjetue shumë sene trona, prej moshës 8 vjetë, 10 vjetë e përpjet, gjithmonë kena hazën vështërsi për shkak e regjimit serb, apo dhe me protesta, apo dhe me gjera ndryshme që ne kam bushkit, këqia. E sot, rinia jonë dohet me kon shumë krenare, sot si në sport, si në shumë aspekte, janë të jesë për para, po fol gjakut dëshmorve, gjithmonë t'ju përkull, para gjakut dëshmorve, para atyne njerëzve që i kanë sakrifiku, po edhe këta që janë gjallë, që s'kanë vdek hala, ta ushtarë që janë metë, sa do pak, që mi o dhon busqeshje, mi o dhon fjallë të mira, mi a bo një respekt, sa do të mirë për arsye që na i në konë gjendje, si ata bashkëftetarë tonë, i në konë gjendje me dhon gjithë shka nga vetja, që Kosova edhe thmit tonë, veni jonë, me jesë për para dhe me pas, me gëzull gjerin në njërën ma të mirën. Sot i kanë gjitha, vetëm dohet mos me harru të kalunën, po me forcu edhe me jesë për para, me senet mira, me ndërtu këtë ven, sa ma mirë edhe sa ma drejt. Shtu që une edhe një apel e kam të gjithë liderët e Kosovës, vitet për ecin shpejt. Shtu që edhe këtu vite që e kanë me të në bashkëftetarëve tonë, të pakten me avkëthy dignitetin, me avkëthy atë gjene duhur që e kanë bo për këtë vend, që me pas ata një perspektiv, mundi krenar për vendin e vetë, mundi krenar për çka ka luftu, me pas qytetari një shërbim të mirë në spital, me pas qytetari një drejt pune, një vend pune në Kosovë, me pas qytetari një pastërti në qytetin e vetë, në vendin ku jeton,